Bashkuara të Amerikës dhe duke parë një lexim tuaj të ligjit për partitë politike po ashtu të kodit zgjedhor, a shihni element që kjo kontratë është në komfort sipas rregullave të tyre apo ka ndonjë shkelje? Dhe nga ana tjetër ka nisur edhe hetimet, mund të themi, SPAK, cilat janë lëvizjet apo verifikimet që do të nisë në këtë rast Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Partitë politike kanë detyrimin që të depozitojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve raportin e të ardhurave dhe shpenzimeve vjetore, jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës. Dhe subjektet zgjedhore kanë detyrimin që të depozitojnë raportin mbi të ardhurat dhe shpenzimet jo më vonë se 60 ditë pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Sikurse mund të kuptohet nga ajo çfarë thash, detyrimi për subjektet zgjedhore, përfshin në këtë rast edhe koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, për të depozituar çdo dokument që flet mbi të ardhurat dhe shpenzimet, përfundon 60 ditë përpara, jo më vonë se 60 ditë pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Nuk ka asnjë detyrim për këtë subjekt, por edhe për çdo subjekt tjetër që të depozitojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në këtë moment dokumente të cilët tregojnë mbi të ardhurat dhe shpenzimet e tyre si subjekt zgjedhor. Që do të thotë ne nuk e kemi këtë kontratë dhe nuk kemi asnjë lloj detyrimi te spekulimeve që bën dikush për t'ia kërkuar Partisë Demokratike në këtë moment. Kanë afat, sikurse thash, deri në 60 ditë përpara pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Në momentin që do ta kemi këtë kontratë, do t'japim dhe gjykimin dhe vlerësimin ton për këtë dokument. Për momentin nuk kemi se çfarë të themi më shumë se kaq.